për që ata dhe pejgamberi a.s. e ka dalu këtë mujin para Ramazanit me agjerim që kur vjen muji Ramazanit mos mi pas që ato problematika. Se ka thonë mu më dopson agjerimi, se ka qenë shumë edhe i shkurt, edhe ka qenë me shnet shumë i dopt. Ka thonë nëse unë agjeroj më dopson shumë dhe s'mu mu marrë me Kur'anin. Ata që falen dhe i marrin fëmijët në xhami, mos ndihen keq nëse fëmija ti bonjour, me nga në për xhami, elshon zona e kersa. Edhe pak ditë na presin drejt muajit të agjërimit, Ramazanit, edhe si besimtar musliman normalisht që secili e presim me shumë gëzim edhe bojmë përgatitje për shkak se e ka një veçanti qoftë të kohës së ushqyerjes, edhe kemi tendenca me pas një ushqim pak më të begat se sa muajt e tjerë. Është shumë kënaqësi për mua sot me pas Hoxhën Gazmir Sahara me diskutu këtë temë. Mirë se erdhe Hoxh. Mirë se gjetëm, kënaqësi është e jemi. Faleminderit që ju keni përgjigj ftesës, tash jemi në prag të Ramazanit. A mundeni shkurtimisht me na tregu për këtë muaj, qoftë edhe për muajt e tjerë të dobishëm, të cilët i përafrohen ndoshta në aspektin fetar Ramazanit edhe dobit e këtij muaji? Patjetër. Tani vetë se jemi në prag muajit Ramazanit edhe është një garë shumë e madhe që secili gjatë gjithë vitit përgatitet për marrë deri te kjo garë. Realisht është një garë jo për me i dalë në fund, po për me akumulu sa më shumë prej adhurimeve dhe me përfitu kënaqësinë e Allahut në këtë muaj. Muaji Ramazanit është i veçantë në llojin e vet, po ashtu sikurse Allah subhanahu wa taala nuk e ka veçuar vetëm muajin e Ramazanit në veçanti, po ka edhe muaj tjerë, sikurse Allahu ka treguar që muajt e Allahut, muajt e vitit janë 12, prej tyre 4 janë hurum, që në këto 4 u ndalu lufta dhe përgatitja e besimtarit për jetën e tyre në këto 4 muaj. E që ka treguar Allahu subhanahu wa taala që në këto 4 muaj edhe gjunahet janë më të mëdha në atë aspektin e dënimit se sa në muajt e tjerë, sikurse janë Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram dhe Rajab. Përveç këtyre Allahu na ka treguar përmes pejgamberit alayhis salam se edhe muaji Shaban që jemi tani, pra para muajit Ramazanit, që e ka veçantinë e tij sepse krejt punët edhe veprat e njerëzit në këtë muaj ngritën te Allahu subhanahu wa taala për krejt vitin që ka bërë. Për që ata dhe pejgamberi sa që shka në hadithin e Aishës të Buhariu dhe Muslimi, tregon Aisha radiallahu anha se pejgamberi sa më ka xhiru tër muajin Shaban, apo në transmetimin tjetër përveç disa ditë që i kalon. Pra pejgamberi sa shumicën e këtij muaji e ka xhiru përveç shkakun se ka thonë nuk du që veprat e mia me shku te Allahu ndryshe vetëm se duke qenë në xhirushëm. Pra është veçanti. Sikurse është veçanti që prej praktikës sunetit pejgamberit sa ka qenë që ma xhiru tonë dhe tejte, përveç shkakun se ngritën veprat javore tonën edhe ditën e ajit, e pejgamberi sa mi ka xhiru ato ditë për të njëjtin shkak, që me shku veprat e tij agjërushëm te Allahu subhanahu wa taala. Andaj këto janë muajt e veçanta që Allahu i kalon si benefician për njerëzit që mu përgatit her pas here me përfitu shumë me pak vepra, dhe mu hyj pastaj te muaji Ramazanit që ka veçantinë e vet me agjerim. I përmendet Hoxh muajt, ndoshta edhe audiencës i intereson me ditë muajt Dhulhijja, Shaban, po tash qysh me këta muaj, cilti bjen me qenë me kalendarin që ne e përdorim. Domethënë, qysh është? Dhulqa'da, Dhulhijja është muaji kur është haxhi, Dhulqa'da një muaj para haxhit. Okay. Muharram është muaji i parë i vitit hanorave. Edhe Shaban, Rajab është muaji para prak që ishim para këtij muaji që bjen tash përkon me muajin janar, realisht. Sepse muaji hanor dhe diellor dallojnë shumë se muaji hanor lun çdo muaj ka 10 ditë thuajse. Pra lëvizin edhe asnjëherë nuk janë specifik në cilët muaj me kon mi krahasu njëjtë. Okay. Andaj kështu llogaria i bën që Dhulqa'da, Dhulhijja janë haxhi, koha e haxhit edhe një muaj para haxhit. Okay. Domethënë e ki muajin Muharram që përkon me muajin e parë kalendarit hanor dhe Rajab që është shumë më lehtë me llogarit se vjen 2 muaj para Ramazanit. Pra këto janë ato muaj që domethënë janë prej muajve të mëdhaj, jo të shajt, po prej muajve të mëdhaj. Hoxh e përmendëm domethënë që përgatitja e muslimanit është komplet vitin për me arrit Ramazanin dhe në aspektin e veprave, të ndryshimeve të vetja, so është një muaj shumë i rëndësishëm edhe në kuptimin personal të ndryshimeve. Ka njerëz të cilët i shohim për ditëshmëri, të cilët, gëzohen kur vjen Ramazani, thellësisht, por realisht e përjetojnë një farë lloj stresi, shqetësimi se ka me ndru rutina ditore, so kom ja arrit me kalu ditën për shembull dikush që punon ose gjithmonë e ka të njëjtin shqetësim. Është shumë e qartë për që ata dhe pejgamberi alayhis salam e ka
dallu këtë mujin para Ramazanit me agjerim që kur vjen muji Ramazanit mos mi pas që ato problematika. Pra ka ndërtu jetën e tina me këto adhurime që vinë Ramazan. Po ashtu ka qenë praktike ti hone dhe ajte, po ashtu ka qenë praktika ditëve të ashurës me agjeru ose ditë e bardha. Pra gjithmonë besimtari çdo muj ka ditë që mundet me agjeru të caktume që kur vjen muji Ramazanit mos mi pas që to probleme. Edhe është shumë normale se ki me agjeru një muj të tërë, nuk është një ditë, 2 ditë, 3 ditë, një muj të tërë. Edhe është shumë normale që ka me të ndrua dhe rutina ditore që i ki pas. Se secili ka një rutinë prej mëngjesit kur zgjohet deri kur kthehet në shtëpi që bjen domethënë çështja e natës dhe bjen në flajt, e ka një rutinë në aspektin e vijave trasha çdo ditë i bën çato sende. Po tash Ramazani ty nuk ta lejon mi bëj çat rutinën që i ke bërë. Dhe psikikisht secili prej neve pson një ngarkesë. Edhe si pasojë kësaj ngarkese e ki edhe një frikë se çush kom ja dal tash unë, për çata edhe ki pa ndoshta 3-4 ditë e para, po javën e parë se cili ka dhimbje koke, është i stresum, a vjen moj iftari, jo pse ka uriqja shumë, se njerëzve i kalon dita pa hongër kur gjon ndoshta me një kafe e kryn. Po thjesht ju ka ndryshuar që ajo rutinë që se ka pas gjatë vitit, për çata është mirë me ndjek praktikën e pejgamberit alayhis salam, që edhe kur vjen muji Ramazanit, edhe nëse të ndrohet rutina, tërti vetëm me keni përgatitje paraprake. E nëse jo krejt vitin atëherë spaku me mujt ma agjeru gjithmonë këtë mujin Shaban që është para mujit Ramazanit, që me shti trupin në funksion që trupi me fillu mu adaptu në agjerim. Edhe kur vjen tona dita e parë Ramazanit vetëm je në praktik, vetëm se ki hy. Po. Pra besimtari nuk e lejon vetën marrë Ramazanit dhe tash me pas krejta stres. Është normale. Mirë, po jo krejt munden me qenë në praktik, duke e ditë se shiqo, edhe të shokët e pejgamberit nuk kanë qenë gjithë që kanë agjeru vazhdimisht, gjithë që kanë lexuar Kur'an vazhdimisht, gjithë, secili u veçuar ndonjë ibadet caktuar. Për shembull, Abdullah ibn Mas'udi s'ka agjeru kur përveç mujit Ramazanit, se ka thonë më dobëson agjerimi, se ka qenë shumë edhe i shkurt, edhe ka qenë me shnet shumë i dopt. Ka thonë nëse unë agjeroj më dobëson shumë dhe s'mu marr me Kur'anin. Pra ka pas tjerë që kanë agjeru tonë tete, ka pas tjerë që kanë agjeru agjerimin e Davudit, alayhis salam që është çdo 2 ditë, një ditë po, një ditë jo. Po jo gjithë kanë agjeru, jo gjithë kanë bohat me Kur'anit, jo gjithë kanë qenë hafiza, pra secili ka pas një specifik caktume. Pra dhe na duhet me kuptu që krejt s'mundë mu bëna si pejgamberi sa, po spaku disa ditë para Ramazanit ose një javë para Ramazanit ose 2, me nis kapak me agjeru ndonjë ditë që me provu veten që se kjo gara e madhe që po vjen, ai na të gatshëm me hyj aty apo jo. Kur përmende Hoxh Abdullah ibn Mesudin për që nuk ka agjeru, do me thonë, unë personalisht po besoj që shumë njerëz nashta që na shikojnë e gjejnë veten, për shkak se, do me thonë, edhe unë vetë e kam pak sfidë. Unë normalisht që agjeroj që shumë vite, po prapë është ajo, do me thonë, një farforme nuk kam shumë fuqi me agjeru shumë shpesh që agjerojnë shumë njerëz që isha në përditshmëri. Edhe, po tash, sa ju folet, isha duke mendu, çka na ka bo neve si xhamat një farforme, si njerëz që tentojmë mi praktiku fen, mi marr zakonisht këto gjanat edhin shumë ngusht, edhe gjithmonë me fajsu veten që s'po më bëj çto që duhet mi bëj dhe që ato edhe një farë se di mi përjetu do sende që kishim mujt nashta mi dëgju ma shtruar, ma thjesht, mi dëgju ka njerë dhe një anë të lehtësimit, që nëse ti, kush s'na ka thonë agjero gjithë se si johën e ejte, po prapë qatë shumë i është dhënë, s'po di, a i është dhënë, a na që ashtu e kemi marë, qëto nuk po mi me ditë, po mendoj që nuk e di pse, unë personalisht... Është qartja që secili pretendon me fitu shumë, mirë po punë i kemi sezonale. E për që të shkak ne mundohemi një adhurim caktuar me bo një herë shumë e pastaj me lënë krejt vitin. Pra për shembull shohim njerëz që gjatë vitit ndoshta mjaftohen me një Ramazan, edhe mo kur gjatë vitit nuk agjerojnë. Dikush mjaftohet me një sadaka apo lëmosh me veç Ramazan dhe krejt vitin si jap. Dikush mjaftohet me taravih me fal Ramazan edhe mo krejt vitin nuk fal. Pra kjo është ajo adhurimi sezonal. Për shkak se ne dojmë arrit shumë, po veç me qenë ajo sezonale. E kjo pak tona neve na i bën që ambicet tona, mos me qenë ambicie që arrim me fitu shumë edhe me pak. Pejgamberi sa më ka thonë, Allah i don punë të vogla, po që janë të vazhdueshme. Allah nuk lyp prej neve shumë. Allah lyp pak, po me qenë vazhdueshme. Pra me qenë ti vazhdimisht i lidhur me Allahun përmes adhurimeve. Për shembull, dëgjon njerëz që thotë unë gjatë mujit i lexoj 10 hatme, 20 hatme, 30 hatme mirë. Elhamdulillah, se ne e dim shpërblimin që çdo shkronjë që e lexon i ka 10 sevape. Mirë, po më e mirë është me lexuar një hatme dhe me meditu rreth asaj se çka po lexon.
Ti mundesh mi bë vetë hatme, po hajt kallëzojmë çka ke lexuar në Kur'an. Tash, nëse ti mjaftohesh veç me çato, atëherë ki mangësitë mëdha në fen tonë. Nganjëherë më mirë është me ditë një sure, një kapitull të tërë me shkaqjet e zbritjes, problemet pse ka zbrit, dispozitat rreth saj, se sa më lexu komplet hatmen dhe mos me ditë kur gjë që apo lexon përveç se ato sevapet e shkronjave i marr shpërblimit. Kështu janë shumica e adhurimeve, pra ne pretendojmë me akumulu shumë, edhe tona me thonë elhamdulillah tash e kryva. U kry Ramazani, u kry. Por që ata dhe ndim shumë herë që pesha e adhurimeve na bjen si të na që thojnë si në tesull, si nesëll. Pse na nuk kena mësu gradualisht ka pak me ardh deri te pjesa e madhe. Andaj edhe kur e kërkojmë për shembull prej Allahut subhanahu wa taala, edhe pse Allahu jep kujdan natën e Kadrit. Nëse një vjet nuk na bjen mend për Allahun, pse mendojmë që kena me nxona çat natë Kadrit veç për një natë me përcaktuar se unë po shkoj në xhami, është nata e Kadrit edhe Allahu më jep natën e Kadrit sa 1000 muaj. Pra dush me punu. Pse them në hadithin paraprak që pejgamberi sa më ka thonë nuk lejoj që veprat e mia vjetore me shku te Allahu vetëm se duke qenë unë agjerushëm. Kjo është një esencë shumë e madhe të e ditë se çka është agjerimi. Agjerimi prej ibadeteve është një adhurim shumë i veçantë që Allahu shpërblen për to. Para ata ka thonë pejgamberi sa që Allahu ka thonë krejt punët e birit Ademit janë për to përveç agjerimit, që agjerimi është për mua dhe unë shpërblej. Po mirë, a nuk është namazi për Allahun që Allah shpërblen, a nuk është zekati, a nuk është haxhi, krejt për Allahun janë dhe Allah shpërblen mirë, po Allahu e ka përzgjedh agjerimin për shpërblim. Se cili qenë ka shpërblimi i madh që Allahu ka thonë se unë shpërblej për to, atëherë kuptojmë se në ditën e gjykimit, se po zgjenon pak më tepër për me jap me kuptu bajgi dësane që më na mjaftu për çata çapyte. Ditën e gjykimit ka llogari mes krijesës dhe krijuesit, mes robit edhe Allahut, dhe ka mes krijesës edhe krijesave. Te Allahu na e kemi shpresën e madhe që Allahu na mëshiron. Mirë, Allahu na mëshiroi dhe kalum testin për te Allahu. Pas atij testit është një vend që quhet Kantara, që është me jap llogari besimtari me besimtarin. Që tu tash ka me vendos Allahu subhanahu wa taala agjerimin. Se është shumë vështirë që besimtari me ta lyp hakin, e ti e besimtar njëjtë. Thot më ki hin hak, më ki përgoju, më ki bo këto, unë tash du me të marrë, po unë e kalova testin me Allahun çka ka bot me mu. Në qëtë moment kur jon të i la hesapet besimtari me besimtarin, sa ajo është ditë e vështirë, se cili pretendon me fitu. Atëherë ndërhyn Allahu, edhe i thot apo sheh këtë pjesën e xhenetit, apo sheh krejt këto pjesë të bukura këto. Thot po Allah cilët pejgamber jon, cilët shahida jon. Thot o robi jam, thot bani halal vllau tënd, unë po t'i japi ty çdo pjesë. Që kjo pjesa, dietarët kanë thonë është ai shpërblimi i agjerimit që ka bëu Allahu, ta ka rujt një veçantë në ditën e gjykimit. Pra agjerimi është një mbështellës që kur del para Allahut, Allahu e trajton veprën shumë më me seriozitet, më thon kushtimisht, kur është me agjerim se sa milion zhveshun pa agjerim. Po, shumë e qartë. Madhështia e agjerimit. A na shërben agjerimi, do me thonë na, rrim pa hongër, pa pi, në një pjesën kur prej lindjes deri në perëndim të diellit. Po e dim që agjerimi na ndihmon edhe në ndryshimin e shprehive, për shkak se gjatë krejt vitit nëse kemi fituar një shprehi jo të mirë. Edhe në Ramazan jemi tu tentu me e largu, po në qysh mu siguru që nuk i rikthehemi pas Ramazanit? E para, që është shumë e rëndësishme është që nuk është krejt esenca mos me hongër dhe mos me pi. Agjerimi nuk është veç kjo. Kjo është një ndër çështjet e agjerimit. Sepse ne e dim që kur i lexojmë për shembull surën Maryam, e shohim që Allahu ka urdhëruar Maryemen me thonë se inni nadhartu lirrahmani sawma. Unë jam betuar në Allahun se ko me hesht, po fjala saum është agjerim. Ko me hesht, pra agjerimi është mos me hongër, mos me pi, me hesht, mos me dëmtu dikon, mos me dëmtu veten. Pra, koncepti i agjerimit është një projekt shumë madhor, nuk është vetëm një send s'po has po pi edhe u kry puna kur vjen vakti i iftarit ha dhe u kry, unë e kryu agjerimin, jo, as pak. Pra ti ki me hesht me çdo send, edhe prej ushqimeve pijeve, edhe prej marrëdhënieve mes një shiftit, edhe prej fjalëve që dëmtojnë tjerët apo e dëmton veten, edhe prej shiqimit që e dëmton veten, edhe prej dëgjimit s'ki nevojë me të interesuar çdo send, për shkak se pejgamberi ka thonë prej islamit mirë një personit është mos mu marr me ato që se intereson. Pra çdo send e dëmton agjerimin tënd. Pra agjerim është e tëra, pra është një akademi e adhurimeve. Andaj kjo është pjesa e parë e agjerimeve. Agjerimi pastaj të bën ty që pse në Ramazan e ki shumë më atlet me agjeru një muaj. Pastaj për shembull ne e dim që mbas Ramazanit janë 6 ditë Shevalit që ka thonë pejgamberi sa kush ja bashkangjet e ka shpërblimin e krejt vitit.
A ki po sa vështirësi i agjeron dikush që ato 6 ditë. 1 muj ditë e ka agjeru, as t'ka interesu shumë lehtë e kishu. Si del në Shawal, do mi agjeru ditën e parë, ja nis me dhim kryt, sra ato është, pse Allah subhanahu wa taala e ka lecu mujin e Ramazanit. Dhe më thonë, agjerimi në Ramazan e ka lecu. Pse e ka lecu? Se pejgamberi sa më thot, kur futet vjen në Ramazani, Allah subhanahu wa taala i hap dyert e xhenetit, i mbyll dyert e xhenemit, i prangos shejtan djajt. Pra në çdo send Allah e ka bërë që të ka thonë o rob jam, tash je i lirë për çdo sendit, agjëro. Qa dojmë për shembull nëse na 1 vjet arsyetojmë para Allahut se o Allah më ka detyruar shejtani për më bëu vepra të këqija. Allahu thot mirë, në Ramazan pse ki bëu vepra të këqija kur unë e kam lidh shejtanin, s'ki pas të bëj me shejtanin, pse ki bëu vepra të këqija. Pra këtu vjen në shprehje ai nefsi, ajo ego e insonit që vepron edhe në Ramazan. Tani thot dikush po nëse janë të lidhun që pse unë bëj vepra të këqija. A din ç'është kjo? Ai po për shembull te një kolib kur e lidh qanin aty afër, ti e larg qanit ai nuk të han, po ju afrove komën atje te vendi tina i prap ka me të hongër. Pra na i shkojmë tash shejtanave, nuk na vin shejtanat neves, ata janë të lidhën. Në Ramazan na i shkojmë aty nëse ne më katojmë në Ramazan. Andaj çdo sa Allah e ka bën Ramazan që me kon thjeshtësi, me kon lehtësim, që robi mu përcaktu në adhurim, me arrit me fitu çdo sa para Allahut, edhe kur dal para Allahut Allahu me thonë që robi jam, unë kreti kum bëu për ty. Pse se bën ti nisan për mua? Për që ata dhe na ndjem shumë mashtinë në Ramazan me bo vepra, e ki pa dhe fluksi njerëzve, ka shumë njerëz që agjerojnë, se kjo përveç që është fe, është traditë në vendin tonë që kanë agjeru gjithmonë, pavarësisht ta kanë qenë praktikant namaz. Njerëz kanë agjeru prej fëmijë. Pra e shet që xhamiat janë të mbushura, njerëz agjerojnë, bile edhe fëmijët agjerojnë. Edhe pleq që kanë smundjen nuk pranojnë me prish agjerimin edhe pse kanë lejes mos ma agjeru. Po e kam prej itikadit bindjes të tyre që kanë ndërtu krejt jetën e tyre që duhet ma agjeru, edhe që ajo i bën mirë për jetën e vet, por që ata ibadetet nuk janë mundim për njerëz. Praktikimi i ibadeteve i bën që njerëz me pas jetë sa më reale, sepse ne e dim që feja është sistem i jetës, nuk është vetëm një program, është sistem. Po. Kthehem për pak, vazhdojmë me një blok marketingu. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB. Vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Hoxhë ka njerëz të cilët do thot agjerojnë
shumë, për shembull, po flasim brenda një familje, po dikush punon, dikush është të ditën në shtëpi. Me thonë varësisht sistemit ose rutinës që e kanë. Tash dikush del në punë me 2-3 orë gjumë, dikush tjetër ka hapësirë me flajt të ditën deri pothuajse në kohë iftarit. A janë të njëjtë? Esenca e agjerimit është që Allahu ka bë obligim agjerimin muajin e Ramazanit për secilin njeri që është moshëritur, që është i shëndosh dhe nuk është në udhtim. Secili tash e përzgjedh se si do më qas muajit e Ramazanit. Dhe në bazë qasjes që ka më pas, ka më arrit me fitu shumë, ka më arrit me fitu mesatar apo pak ose hiq. Sikur se janë edhe vepra tjera, për shembull pejgamberi sa më thotë dikush prej namazit e merr të tërë shpërblimin, dikush e merr shpërblim veç një sejdë, dikush veç një ruku, dikush e krye namazin veç e hek obligimin asnjë shpërblim se merr. Pra, kjo është sa ti e përkushtu, varësisht sa je përkushtu ti në adhurim gjatë Ramazanit, qaq edhe ki më shpërbly. Nuk mundemi ne mi thonë dikujna që ka flet deri në ora 12 edhe qohet prej gjumit e vazhdon agjerimin që ti s'ki agjerim. Se kjo është absurde. Se ai ka agjerim, ka flet, ai ka arrit me fitu çast sa ka arrit. Mirë, pa ka agjerim, po, patjetër se ka agjerim. Ka ana tjetër, nëse unë më zgjun ora 6 dhe s'kam flet kur kush sa ka më bësh, ti ki për vetin fundit, tash nuk duhet unë me gjyku ata që ka flet deri në ora 12. Secili e ka jetën e vet, asnjëri nuk është i njëjtë. Pra na duhet me kuptu një sen. Adhurimet janë personale dhe asnjënit nuk i takon që me ngrit veten para dikujt tjetër në aspektin e adhurimeve, se në fundit Allah është gjykuesi dhe Allah ka me shpërbly apo ka me ndëshku njerëzit, jo na. Pra asesi nuk duhet me ngje veten superior para një njerit që nuk kryen adhurime. Se edhe pse unë kryj adhurime duhet me ditë se nuk e dia mi ka pranu Allah subhanahu wa taala apo jo. Pra sigurimin e adhurimeve varet prej sinqeritetit tënd që i bo. Se unë muj për shembull më lidh namaz dhe me nis me zgat namazin, veten tem i thon çore çush po mkshyrin tjerë sa bukur po falna. Çka ku bënë me çat namaz? Jo që se ku me obligimin, po ka dënim për mua se s'ka namaz. Pra na duhet me ditë që çdo adhurim që bëjmë për veten tonë. Edhe ai që nuk do me kryej adhurime prapë ka për veten e tina. Allah subhanahu wa taala nuk ja ka lënë drejtën as pejgamberit alayhis salam për mi gjyku njerëzit. I ka thonë pejgamberit asam se angazho dhe urdhno me ata që unë të kom urdhnu ty. Thirrën ata që unë të kom urdhnu, jo që ti dan. Pra, e tëra feja i takon Allah subhanahu wa taala. Ai ka vendosur rregullat, dispozitat, na duhet vetëm i ndjek, me urdhnu të mirë, me ndalu nga e keqja. Pra, nëse unë gjatë ditës çështja jam është me dal namazë ditore, sabajin dreka i kindia kështu me acia, për mua shumë lehtë me agjeru, sepse s'kam punë tjetër. Dikush qohet qysh në 6 edhe deri në 6 mbrëmje ka punë. Dikush e ka punë në zyre, më të lehtë ndoshta, po dikush e ka punë fizike, ndërtimtari apo që është shumë maron. Pra, sa maron që e ki dhe agjeron, aq më shumë ngritësh te Allah subhanahu wa taala. Pra, kjo është motiv kjo është motivi. Pra, nuk është njëjtë se unë në zyre që e kom flad me agjeru me ato që ai është të punu punë fizike, ndërtimtari, pishën e nxehtit edhe ai agjeron. Normal që te Allah subhanahu wa taala Allah ka më jap më shpërblim më shumë atina. Se vështirësia e tina dhe çështja se si ai ju ka përcaktuar adhurimit është shumë më e qasshme te Allahu se sa unë. Kjo është sa një por. Çështja tjetër duhet më kuptu që Allahu ka liru disa kategori për mos më agjeru. Për shembull, në surën Bekara Allahu na tregon se ai i cili është i semur apo është në udhtim, lejohet mos më agjeru. Me tendencë që pas Ramazanit mi kompenzua ato ditë nëse mundesh, nëse smundja jote nuk është afatgjate realisht. Pra, me kompenzua të herë kur jeti është nësht mirë, po nëse smundja jote është afatgjate dhe asë si nuk t'jepet mundësia, atëherë është shpagimi për mi ushqyt varfënit, dhe më thonë, për agjerimin tënë. Nëse jo udhëfar e prish agjerimin, nuk ka problem dhe e kompenzon një ditë për një ditë. Këto janë kategori. Çka llogaritet udhëtar, po në çka llogaritet udhtim? Udhëtimi nën kupton që në aspektin e mëdhëbeve, do të thonë është dispozita kërkon që 80 kilometra e tutje llogaritesh që je udhëtar. Okay. Në këtë aspekt atëherë ty të lejohet mos më agjeru për shkak vështirësive të udhëtimit, se pejgamberi sa më ka thonë se udhëtimi është vështirësi, është adhab, kupton. Edhe pavarësisht sa e ki mjetin e mirë prap ki lodhi, duke e ditë që edhe siguria në udhëtim nuk është si ai që nuk është në udhëtim. Pra çdo sa karakterizohet që Allahu ka jap leje që mos më agjeru me kushtin që më kompenzu mbasi që kryet Ramazani. Pastaj ti e ki, domethënë kohën mi kompenzu për Ramazanit dhe Ramazan.
A duhet sa më shpejt me kry? Duhet, se ne nuk e di ma kena me jetu deri në Ramazanin tjetër. Pra, ajo që është më e mira, me mundësit me i kompenzu sa më shpejt që mundem, ata që s'kan mundësi me i kompenzu, e paguajnë, do me thonë, agjerimin duke i ushqyt varfrin. Pra, duhet me kuptu ata që janë smund, dhe kanë smundje, do me thonë, afatgjate, që mos ndihen keq pse nuk agjerojnë. Edhe mos ndihen keq pse hajnë, se Allahu i ka liru ata prej agjerimit. Pra, duhet me vazhdu jetën në bazë gjendjes që e ki. Po. Hoq, po më intereson me ditë, qysh e di, ju rjedhni për një familje kryesisht fetare. Kisha desh me ditë përvojën e ju të parë nëse ju kujtohet të agjerimit. Kur keni fillu realisht? Kur ju kujtohet vetja që keni fillu me agjeru? Realisht me agjerim ndoshta para moshës 10 vjeçare ose që aty diku, për shkak se o kon rrethi familje hoxhallarëve, se babgjyshem ka qenë kryetari i Bashkisë Islame në qytetin e Pejës, dhe normale që kemi pas rreth fetar, edhe shumë normale që agjerimi ka qenë pjesë përbarëse e familjes. Po duke ditë edhe ka ona tjetër, se të na shqiptarët është traditë agjerimi dhe është një atmosferë krejt tjetër në Ramazan, pavarësisht që me kohë ka herë po zbehen sendet, sepse rutina njerëzve ka ndru, gjithë çështja njerëzve ka ndru, për shembull, nuk është si tash si para 20 viteve. Çdo sen ka ndru sepse ka ndru dynjaja. Andaj ajo kohë ka qenë ndoshta kohë më shumë e bereqetit. Se cili u marrë me jetën e vetë, me punët e veta dhe nuk ka qenë dynjaja e hapne, bota e hapne. Sot problematika është që jetojmë jetën e dikuj tjetër. Ty e shiqu se si jetojnë, për shembull, interneti na ka mundësu me shiqu jetën e njerëzve të huj se si jetojnë, edhe na jena të e boj jetën e njerëzve të huj dhe i kena përvetësu edhe traditat, edhe zakonet, edhe jetesën e njerëzve tjerë që neve nuk na përkon ajo. Edhe kjo bëhet shkak që çdo sen pastaj e humb ndoshta atë lezetin e vet për me përjetu ato që kena përjetu më herët. Më herët agjerimi ka qenë një atmosferë krejt tjetër në familje, domethënë si vogël, si madh, si fëmijët, edhe fëmijët, o kon shumë interesant se në fillim kur kena nisë me agjeru, nonas na leki me agjeru krejt ditën, se shumë të vogël, thëke preshe që tash, në ora 12, nesër e agjeron për në ora 12 edhe ta kepim, edhe që shtu e bëjshëm, me kepshin, dhe më thonë, Ramazanin. Ajo ko një nëzitje për me të shti ma agjeru ty, për mos me të mundu, se fëmija se ka obligim, po edhe ti me pas një ambicie që qërë, dhe unë kom agjeru, se sot e kom agjeru gjysën dhe nesër gjysën tjetër. Pastaj, ajo pjesa tjetër e taravive, që si fëmi shkojshim mu falë, po natyra fëmis është dhe me baj gare. Tash atmosfera më e madhe bëj ke brenda xhamis. Se s'mundesh ti me koni koncentruar namaz se e fëmijë, se natyrë është e tillë. Edhe ndoshta shumë më shumë kemi kërë se sa që na fal. Pra dallon shumë njeri ritëm prej fëmijës, për që ata që falen dhe i marrin fëmijët në xhami mos ndihen keq nëse fëmia ti bonjour me nganë për xhami, elshon zona e keq se ajo fëmijë. Ne dim që pejgamberi sa kur fal Hasani dhe Husaini, dhe më thonë, fëmijët e Aliut radiallahu anhu, i kanë hyrë mbi shtëpinë deri sa ajo kon sejdë dhe pejgamberi sa më ngrit prej sejdës deri sa ata kanë kryer lojën e vet, se është natyrë e tyre. Andaj fëmia duhet të qenë pjesë e xhamisë, patjetër duhet të qenë pjesë e xhamisë. Edhe nëse bëjnë zhurmë të mëdhaj, po bëjnë zhurmë. Derisa lidhet namaz imami, aty s'dihet çka ka bëhet, krejt zhurmë secili. Imagjino tash fëmia çfarë duhet të bëjë. Andaj këto janë disa sende që edhe pjesa me ta kep agjerimin, edhe taravit, edhe iftari me dalë mi prit për shembull, iftarin kur udhëshin dritat e minarës, krejt lagja, se kanë çat lezet njëjtë ato. Kanë ndryshu. Na mendzi përçëm kur vike koha iftarit edhe me dalë jashtë me marr samunat, edhe me prit derisa dhezën dritat e minarës, kur dhezën dritat e minarës me bërtit krejt u bë iftari dhe me nga shpejt në shtëpi. Pra këto janë konsende që na kanë nxit, edhe jo vetëm ata që kanë praktikant krejt vitin, po ata që s'kanë qenë praktikant Ramazanin e kanë respektuar dhe kanë mbajtur brenda familjarëve. Është shumë interesant se shohim shumë njerëz agjerojnë, edhe nëse krejt vitin janë të pakujdesur rreth veprave. Po kur vjen Ramazani, domethënë, ndoshta një muaj para Ramazanit, disa dukuri negative i lojnë, sot thonë tash është Ramazani, deri kur kryet Ramazani ata janë shumë përpikt, mos më rran gjuna se e dinë që ky muaj është muaj madhështor, edhe Allah shpërblen shumë. Pra vetë ky njeti dhe prania me pranu se Allah ka më shpërbly shumë, di që Allah ka më shpërbly shumë. Ma kujtove hoq, shumë shpesh në përditshmëri dëgjojmë, qoftë po që ndërlidhet edhe me Ramazanin, po jo vetëm, edhe me praktika tjera fetare, lidhur me mbulesën, me namazin, që thojnë, hajtë se deri dje i ka botën atë zezat e ta shohet agjeron.
Po që to është problematika, nëse ki bo deri 10 tona të zeza, duhet me vazhdu prap me të zeza, po që to të zeza të cila i zbardhë. Po. Se cili njerë ka të zeza, se cili njerëz ka mëkate. Pra tash na të vazhdojmë prap mëkate. Pra ne na e dim që namazi i shlyn veprat e këqija, agjerimi i shlyn veprat e këqija, sadakaja i shlyn veprat e këqija, haxhi, domethënë sa më shumë ti vepron me fenë e Allahut ti i ke fshi ato. Na e dim për shembull për tregimeve që personi që i ka mbyt 99 njerëz dhe mbas asaj ka vrejtë që diçka nuk ka në rregull me to. Edhe ka kërku pendim. Kur ka ardhur një person që ka thonë jo s'ka pendim për ty, juarë ti 99 njerëz i ke vrarë, po çfarë pendimi? E ka mbytur ato 100-in. Pastaj ka vazhdu pra rrugën, domethënë rruga për te pendimi e ka bërë që ai më shkon në xhenet. Rruga për te pendimi. Derisa i ka thonë një person shkon filon shoqnin, sa atje e gjen pendimin dhe largo prej shoqnisë që nuk të kanë këshilluar që kjo vepër që ti bësh të keqe. Dhe të shku për mu pendu, Allah ja merr shpirtin. Dhe kur e merr Allah shpirtin, me lajket e xhenemit shkojnë për me marr, me lajket e xhenetit shkojnë për me marr. Allahu thot mateni se cili është më afër xhenetit apo më afër xhenemit. E Allahu urdhnon tokën më afru më afër xhenetit dhe ai person futet në xhenet. Pra vetë rruga për te pendimi e bën robin që ta Allah subhanahu wa taala më arrit shpërblimin. E s'po flasim pastaj me ashtu vepra që kurse është Ramazani, që është farz, është obligim, është vepër madhore, gjymoja apo namazet ditore apo zakati apo haxhi, që këto nuk diskutohen as pak. Andaj ne Allah subhanahu wa taala ka thonë veprat e mira i fshin veprat e këqija. Na nuk kërkojmë, edhe Allah subhanahu wa taala s'ka kërkuar njerëz që nuk bëjnë mëkate. Se pejgamberi sa më thotë, nëse kish me ekzistuar një shoqëri që vetëm bëjnë të mira dhe nuk bëjnë mëkate, Allahu kish me zhduka shoqëni, kish me sjell një shoqëni tjetër që bëjnë mëkate mirë, po pendohen te Allah subhanahu wa taala. Pra Allahu e don pendimin. Ne nuk themi që mos bëni mëkate, ne themi që krahas mëkatit bashkangjitja pendimin. Nuk ka rëndësi sa herë kemi bërë çat vepër të njëjtë. Ka rëndësi që gjithmonë duhet me u pendu edhe s'duhet me leju me shku te Allahu pa pendim. Kjo është rëndësia. Pra Allahu i don ata që pendohen dhe pastrojnë veten e tyre. Po, do me thonë qëta personat nëse dikush mundet me na shiku, edhe me qenë person që me qëto komentet e tjerve që diri dje ke bo gjithçka dhe tash po tenton mu dok ma fetare ose fetare, ma agjeru, po i bjen që s'duhet mi marë parasysh qato. Si vazhdo me praktikat e tuja? Se, a ki po që është një çështje shumë negative të na. Për shembull, dhe shoh një person që nuk ja don alkoolit, nuk ja don drogës, nuk ja don lojrave të fatit, komorët, nuk ja don fajdës. Kur kush nuk i thot se çe ka bën. Krejt familjen e ka hub, krejt pasuninë e ka hub, kur kush si thot asnjë sen. Momentin që është që i ka shkel koma në xhami, u bonet i me hinë xhami. As pipare as imrami joti se kon me fe, ku hinë ti. Pra pranojnë që kur një fjalë s'ta thonë kur të shojnë shkatrim, po kur don mu përmirësu me një herë intervenojnë edhe dojnë me të largu prej përmirësimit. Kjo është e keqja e shoqënisë. Vend që më thonë elhamdulillah, shoqër që ju kthy rrugës Zotit, s'ka rëndësi çka ki bo. Nuk ka rëndësi. Allah subhanahu wa taala në hadithin kursi thotë o rob jam, edhe nëse mëkatet e tuja kanë arrit kupën e qiellit, pastaj ti kërkon falje, unë i fal ato. I falje dhe kryt kjo punë. Sa Allah është falës. Me Allah kemi bo pazarin, ti s'kemi bo me njerëz. Pra asesi nuk duhet me ndigu këta njerëz që merren me llogaritjen e njerëzve tjerë. Sa Allah s'ja kalon kur kujnë kompetencë që me gjyku njerëzit. Allah është gjykuesi. Andaj sa më shumë vepra të mira që bojnë njerëzit, aq më mirë është. Mos i ndigoni të tjerët. Ndigo veten tonë, se në fundit kur del para Allahut ki me përgjegjësi veç vet. Çaj që të ka thonë ku bone ti me bo vepra të mira, është në gjendit gjykimit. As s'ka me të këshyra, i ka me pas gajle vetën e vetë. Andaj, duhet me ditë se sa ma shumë punon, aq ma shumë ki me korë sukses të Allah subhanahu wa taala. Po mos u nis për asajna se unë s'kom lon sen pa bo, e qysh tash unë më shku në xhami. Pikërisht, edhe bashkë që s'ki lon sen pa bo, këthau të Allah subhanahu wa taala. Sa Allahu e don zonin që vjen prej shpirtit brenda zemrës njerëzit, ai zoni që kur krejt tjerët i mbyllin vesht para teje, Allah do me ta ndëgju qatë zo. Edhe ti thush o Allah, po unë krejt jetën tëmë të këmë bo gjuna, pse ti po më dëgjon? Thotë Allah, po unë po du me të dëgju, se që ata që krejt jetën të kashtojnë gjuna, sot nuk dëgjojnë. Kjo është Allah, për që ata është krius. Andaj Allah e dënë qatë zonin që kthehesh me pendim të Allah subhanahu wa taala. S'ka dransi çka ke bo. E kemi për shembull që një plak i shtym në mosh, i krusur, i plakun, i shkon pejgamberi dhe sa më thotë ja Rasulullah. S'kom lon vepër të keqe pa bën në jetën time. A ka pendim për mua? Pejgamberi sa më thotë po ka pendim. Kthehet plaki thotë Allah, për Allah është më i madh. Pra ka pendim normal. Pendimi është deri kur ta merr Allah shpirtin.
deri atëherë ka pendim gjithmonë. Edhe kur s'do të më nisë se çfarë vepra ki bo. Te Allahu me një fjalë ka, kun fekun, bëu dhe bëhet. Te Allahu me një estagfirullah mundesh krejt jetën tonë me pastru. Kërkoj falje për te Allah, edhe mos më kthyn çato. Çe ka zhvyn. Po. Njerëz tash ka fëmijë ose në fëmijëri e cila edukimin, rritjen e ka pas në rreth fetar, po kemi edhe njerëz të tjerë të cilët gjatë rritjes tyre ne kanë përfunduar zhvillimin komplet si njerëz 20, 30 dhe mandej kthehen aspektit fetar. A është e vështirë me integru fen në jetën tonë, në vitet tona për një moshe të mesme, duke ditë që s'ka qenë për pjesë? Allah subhanahu wa taala fen islame e ka bo, me thonë shqip, mirat tamam çdo shoqënie deri në ditën e gjykimit. Pra, nuk është feja islame, Kurani ka zbrit para 14 shekujve, që atëherë o konë që për qatë ko, o konë në regull. Tash për mbas 14 shekujve është teknologjia, shkenca ka arritë, edhe tash nas kem çka merrem me fese, feja është diçka demode. Allah ka bo fejnë islame që në krejt kohëna, deri në ditën e gjykimit, kur takohem me Allahun, që kjo fe me qenë në proporcion me nevojat e njerëzve apo krijesave që Allahu i ka kriju. Andaj, asnjëherë nuk është të pritës për kundrazi, nëse ti kemi marrë fen ashtu si duhet, duke i ik ekstremeve të ndryshme, kemi pa që feja ka me qenë ndihmëtari më i madh i jetës tonë. Në çdo profesion. Jo, nuk ka detyrimisht të me konë hoqë që mu marrë me fe. Vallai po mirë, këta janë familjar të hoxhallarëve, atëherë këta i takon mu marrë me fe. Po na, çka u bë, ku dole ti? Jo. Feja islame është për krejt njerëzimin. Domethënë Allah ka zbrit fenë islame për njerëzit, për gjint, domethënë për shejtant. Pejgamberi sa më ka thirrë dhe gjint në islam, pa edhe njerëzit. Pra, feja islame është që asnjëherë nuk e humb efektin e saj dhe gjithmonë është që i bën tamam çdo shoqënie. Pra nuk ka problem që unë sot e kam e që nuk muj me gjetë shërimin në Kur'an dhe në sunetin praktikën e pejgamberit. Nuk ka. Për ata jo rastisht kur lexojmë Kur'anin i shohim tregimet e pejgamberëve. Allah nuk e ka bo ato tregime që me lexu para se më ra me flet. Me shtif mit me flet me ato tregime. Secili prej pejgamberëve që përmend Kur'an e shohim që paqare kena me gjetë për jetës tonë sot, ata kanë jetu para 1000 shekujve ndoshta. Nëse dim kohën kur ka jetu për shembull Musa eksakt, ose Ibrahimi alayhis salam eksakt, ose Nuhi alayhis salam eksakt, ose Ademi njëri parë i krijum. Në prej Ademit alayhis salam mësojmë, domethënë sande që tash ajo ko njëri parë, një Allah din sa mi shekuj kanë kalu deri tash, prej Ademit alayhis salam, që nuk i dim në llogarin kohore, sepse gjatë gjeneratave Allah ka zhduk gjenerata me vitet e tëra apo shekuj që na nuk dim sa kanë kalu. Mirë, po ne gjem prejhet e Ademi alayhis salam, në jetën e tina që ka jetu dhe në xhenet të konë. Na gjem prejhet të Nuhi alayhis salam, të Hudit, të Ibrahimit, të Musa, të Isa, të Muhamedit alayhis salam. Andaj, feja islame është një borim që secili mundet deri në ditë kiametit me pi për atij borimit edhe gjithmonë me shohjetjen e tina. Qysh është mënyra më e mirë që një besimtar mundet me kalu një ditë Ramazanit ose çdo ditë gjatë Ramazanit? Përderisa muji kalon shumë shpejt. Ne e dim që janë 29 ditë apo 30 ditë, mirë, po kalon shumë shpejt. Nuk duhet me lënë me të ik asnjë sen. Duhet mundu me arrit me përvecu, me pas një program kur hin Ramazan. Nuk mundesh me nxon 5 vakte taravit, me agjeru, me bo hatme, me sadaka, ndoshta këto s'mundesh krejt, po mundesh diçka. Përveç agjerimit që është obligim, atëherë përcaktoj që kur e lexon Kur'anin, lexoj edhe në gjuhë shqipe me ditë çka e ka lexon. Sot elhamdulillah ka të përkthyer edhe komentet e Kur'anit Ibn Kathirit e Saadit i ki, merresh i çoje për çdo ajet çka ka dashur Allah më thonë që ato ajete. Ne për shembull e dim kul huwallahun, e dim kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Shqoje shkaqet e zbritjes, pse kanë zbritur ato? Se ti kur e lexon shkaqet e zbritjes surës Falaq dhe Nas për shembull, e sheh që ato kanë zbrit për një arsye të caktuar dhe ajo arsye është që pejgamberi sa mi kanë bë sehr, kanë bë magji dhe Allahu e ka zbrit ato dy sure për mu shkatruar çaj magji. Dhe nëse ti ke ato probleme, atë lexoj ato dhe lut Allahun përmes çatoj që mu shëru. Pra i tër Kurani është i tillë. Gjithçka, domethënë krejt jetën tonë kemi përfituar se Allah subhanahu wa taala ka thonë se ne kemi zbrit këtë Kur'an që është i mjaftueshëm për çdo gjë që ti kërkon. Krejt sa që i kërkon i ki në Kur'an. Andaj përcaktoj që me përfitu me mësu rreth asaj na çka ti adhuru. Pra lexo këshire kush është Allahu, kush është krijuesi. Pra unë pa agjeroj, po përkon pa agjeroj. Mbasi që e merr vesh se kush është krijuesi, atëherë këshire që ky agjerim pse ko kanë çet mënyrë, se ne e dim që edhe popujt e mëhershëm kanë agjeruar.
Po jo kështu ma gjëru krejt muji. Pse veçantia e këtij umetit pejgamberit e sa ma gjëru krejt muji? Pra ka pas rregulla rreth shekujve që një pejgamber ardh me një rregull, po mbas tina një pejgamber tjetër i ka zhduka atë rregull ardh një rregull një ligj tjetër. Kurani ka përmbledh krejt ligjet brenda Kur'anit, Allah subhanahu wa taala me fjalën e tij Kur'anin, i ka përmbledh krejt ligjet e krejt popujve, i ka përzgjedh ato që na nevojitet neve deri në ditën e gjykimit. Andaj, përveç agjerimit, mundo me lexu Kur'an sa më shumë duke meditu rreth Kur'anit. Kjo është çështja më e madhe nëse don me ndi veten gjallë tamam në ibadet në adhurim. Edhe kur don mu fal, nuk ka patjetër për shembull dikush do me fal edhe namaz natës. Shohim shumë njerëz thonë 100 rekate i kum fal për namaz natës. Po çka ki bën 100 rekate? Allahu s'kërkon për te 100 rekate. Çush i ki fal? Ka 1 minutë jo 100 minuta. Ku e ki gjetë kohën ti mi fal për një natë? Pra ti i ki fal, po çka ki bën atë namaz nuk e din. Pejgamberi sa as Ramazan, as jashtë Ramazanit s'ka fal mbi 8 rekate. Po në çato 8 rekate ka ndodhur që secilën rekate ka knu vetë një ajet. Edhe ka përsërit, edhe ka përjetu, edhe ka meditu namaz rreth çatij ajetit. Pra e ka kry një adhurim me përkushtimin më të madh duke ditë çka po i thot Allah dhe duke fol me Allahun. Jo Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar, semi Allahu çu hyp, ç'a bën ata shafën. Nuk është ibadeti me të lodh, me përjetu, fali 2 rekate me përjetim, janë të mjaftueshme se sa 100 që i ki fal pa përjetim. Andaj krejt çka bën me përjetim. Edhe kime pa që mbas Ramazanit ka me të ndryshu gjendja jote. Edhe mundoh. E ki listën e problemeve vjetore që i ki. Disa sende që s'po mundesh me lon. Nëse i ki 5 sende që i ki problematik gjatë jetës, heke s'paku njën qëtë Ramazan. Mos mundoh me hek 5 sende është ta s'mundesh. Heke një. Po ta dish që i ki hek një dhe mos u kthe kur mund qëta. Ose i hek 5 e mandej prap ju kthehesh. I kthesh pak. Ç'a bone tëna? Nëse i hek 5 e i kthesh prap 5-ve. Ç'a bone? Pra më mirë hek një dhe lënbesin 4, pastaj me vazhdimësi mi hek secilën, domethënë. Ne e dim që pejgamberët e sa i kanë ardhur shokët dhe i kanë thonë filoni po fal namaz natës, po kur po të çohet ditën po vjedh. Ka thonë pejgamberi sa leni se namazi natës ka me bosh ai milon vjedhin. Pra adhurimi të bën që ty milon mu largu prej sendeve të këqija, po kur e bën atëherë kur e përjeton adhurimin. Tamam u bë pjesë e identiteti jote adhurimi. Pra duhet me kuptuar një send tjetër. Kur besimtari është në praktik, në brendësinë e tij dhe në praktikën e tij, ashtu sikur se ka kërkuar Allah dhe i dërguari i tij, krejt krijesa tjera kanë mundit sigurt përballë tina. Domethënë, ne e dim që pejgamberi sa Medinë ka pas krejt pushtetin, po brenda Medinës kanë jetuar edhe jahuditë dhe krishterët nën dispozitat e fesë islame. Po e shohim që historikisht kanë ardhur edhe krishterët, edhe jahuditë te pejgamberi sa ata se kanë pranuar si pejgamber, kanë thonë Muhammed hadi se na kanë një problematik hadi me na zgjidhni neve. Pra nëse një besimtar jeton me rregullat e Allahut, kanë mundit sigurt edhe ata që nuk besojnë Allahun. Po nëse është një shoqëni që ka njerëz që thirrën fe islame, mirë po i bëjnë zullum tjerëve që nuk besojnë, atëherë dihet që feja këtina nuk është si duhet. Ka problem individi, s'ka të bëjë me individit. Jo as pak. Feja islame nuk gjykohet mbaz individave. Feja islame ka burimin e tij Kur'anin dhe Sunetin. Aty gjykoje fenë islame. Jo në individa, se neve individat na kanë shkatru. Individat sot në aspektin ekstrem i ki pa edhe në luftat ndryshme, si në Siria për luftat tjera, Allah akbar e vran besimtarin. Ti do më thonë, që shka thonë Ali radiallahu anhu për Khawarij, që në grupacioni i pari devijun, ka thonë ata e përdorin Kur'anin për mi shkatru njerëz. Pra individat nuk janë përfaqësues fesë islame. Përfaqësia e fesë islame është Kur'ani dhe Suneti. Ne kemi Kur'anin, pejgamberi sa është ai e miri i janë që na përfaqëson para Allah subhanahu wa taala dhe na që aty e bazojmë fenë islame, sikurse secila fe tjetër që e ka librin e tyre apo e ka praktikë i ka karakteristikat e fesë tyre. Asesi nuk bazohet feja islame pas asnjë fe tjetër në individa. Këto duhet me largu prej mendve. Pra nëse ne shohim një njeri që edhe fal namaz dhe bën zullum, s'duhet me thonë që feja islame ka problemin. Se Allah subhanahu wa taala ka thonë namazi të largon prej veprave të këqija dhe ndyta prej problemeve. E nëse është një njeri që edhe falet, edhe bën probleme, di që namazi i tij është i mangët, s'ka arrit me përfitu prej namazit tina as pak. Andaj na kena bazën kryesore. Po. Hoqë më ka njoftu që koha na ka përfundu, shpresoj që keni me pas shëndetin edhe me pas një agjerim të lehtë dhe vepra të mira që ashtu që ju doni mi arrit. Allah i ndëroftë edhe ju, Allah është shpërblet, po koha ka shkuar shumë shpejt, e lutim Allahun që Allah më na mundsu vetëm me hynat mujt madh, edhe lutim Allahun që Allahu me i shpërbly gjithë ata që përcaktohen për me hikti mujt, edhe lutim Allahun që Allah me udhëzoj dhe shoqëninë tonë dhe i bëj thirrje gjithë
tjerëve që nuk kanë hyrë në agjerim, le të futen në agjerim me pa çka është kënaqësia me Allahun subhanahu wa taala. Amin. Faleminderit shumë. Me ndërkohë, faleminderit. Miropafshim në podcastin e radhës.